Ne vazhdimisht kemi folur për probleme dhe shqetësimit që ka komuniteti i fshatit Nivicbubar në lidhje me diskutimet për pronën e tij, për pronën e Heremecit. Ashtu si kemi theksuar dhe herë të tjera, fshati i Nivicës është një fshat që ka një histori, si thuash, të lavdërueshme në të gjithë krahinë e Bregdetit dhe Migjer. Ne si fshat kemi ruajtur dhe mbrojtur vlerat e të parëve tanë. Ne jemi fshat 1000 vjeçar, që kemi mbijetuar dhe jemi ngritur disa herë, jemi djegur di herë. Një herë nga Alipash Tepelena dhe një herë nga forcat nacionaliste turkoshake në vitin 1798 dhe në vitin 1912 në dhjetor të vitit 1912. Fshati jonë ka vatë 6 muaj në Korfuz, ka qëndruar atje dhe ishte kthyer prapë. Në kohën e djegjes Alipash Tepelenës nuk ka mbet shtëpi pa djegur, shkatërruar totalisht. Megjithatë, diher fshati jonë është ringritur. Si në gjithë fshatrat e tjera të bregut, ka pasur tradita edhe zakone shumë të mira, siç është zakoni i besës. Ne e kemi ruajtur besën. Ne kemi qenë një fshat mikpritës, një fshat që kemi ruajtur dhe mbrojtur vlerat tona, një fshat që sipas dëshmimtarit të Stillo Papadimës që jeton sot në Sarandë, që është 101 vjeç, kur ishin 60 fshatarët tanë në kampin e internimit Gjermani, ata mbrojtën dhe ruajtën për rreth 2 muaj 25 hebrej. Në fshatin ton, në kohën e kapitullimit të Italisë, ne kemi mbajtur 60 ushtarë italianë të cilët kanë punuar dhe kanë jetuar bashkë me familjet tona. Ne kemi mbajtur në fshatin ton 35 familje greke të ardhur nga kriza që ishte atërshme. Pra, ne kemi si fshat, kemi ruajtur e kemi mbrojtur vlerat tona. Nuk e kuptoj pse mbahet këtë qëndrim me fshatin tonë. Ne i kemi bërë publike të gjitha gjërat. Kemi shkruajtur në qeveri, kemi shkruajtur në prefektur, i kemi bërë problem publikisht dhe në bashki. Siç e kemi theksuar dhe herë të tjera, ne kemi dokumenta të pakontestueshme për këtë pronë. Këto kanë 129 tapi dhe një kisha 103 tapi. Këto janë tapit që në kohën osmane janë njohur edhe noterizuar dhe nga zira e notorisë në kohën e mbretërisë në Delvin, janë njohur dhe nga mbretëria, dhe në kohën me ardhin e komunizmit ushtetzuan nga shteti komunist. Këto kanë qenë kullotat tona. Ne kemi qenë kufitar këtu me qytetin e Sarandës. Kjo kullot shtrihet që nga qyteti Sarandës deri në Kakome, nga deti deri në Voloder. Kemi bërë vazhdimisht tentativa për këtë pronë, na është njohur me vendim gjykate. Gjithë prona është njohur me kufi fizik të përcaktuar qartë dhe me aksionerët. Mirë, po fakti se nuk na është kthyer prona. Dhe kjo prona jonë fatkeqësisht, ne nuk e marrëm sepse kjo pronë është buzdetit jonë, është pronë e bukur, edhe lakmiqarët e kupton e lakmojnë për ta vjedhur këtë pronë. Kohët e fundit kanë ardhur disa ndërmjetës, të thojsa, në fshatin ton, për të na marrë përsipër me oligarke, kupton, që kanë suport nga qeveria, duke na thënë, na jepni neve të drejtën, na jepni 20% të pronës dhe t'ua kthejmë ne pronën. Shiko deri ku kalohet. Ne këtë nuk e kemi pranuar, sepse ne nuk jemi fshat, ne jemi fshat me tradita, me zakone, ne duhem të zbatojnë ligjet e shtetit. Kemi vendosur me të gjitha format, ne do luftojmë, edhe në instancat e shtetit shqiptar, po edhe në instancat tjera me gjerë, ne do luftojmë të marrëm këtë pronë. Po unë duke përfituar nga ky rast, duhet i bëj një thirrje pushtetit lokal, bashkisë, prefekturës, qeverisë shqiptare.
Ne jemi një fshat që jemi në përbërje të krahinës së Himarës. Pronat tona janë të dokumentuar sakt me tapi dhe me dokumentat të rregullta. Ne këto prona i kemi mbrojtur me gjak e me sakrifica, sepse ne zona jonë, edhe në kohën e Turqisë, ne kemi pasur një parvasi relative në sajet të luftës dhe përpjekjeve që ka bërë zona e Himarës. Ne nuk paguanim taksa dhe nuk shkonim në Nizan. Edhe një vjershe thot tekstualisht, brekun e detit mos e ngisni, ditë e natë në luftë janë, Xhelep Vergjil të mos pagojnë, as Nizam të mos shkojnë, janë të falë me Ferman. Pra, zona e Himarës ishte zonë që nuk pagonte taksa, nuk shkonte ushtar, mbante flamurin e saj në për varka dhe në për anije që lëviznin, kishte dogan e saja, shtusit ne nuk na i kanë marrë këtë pronë, dhe shteti jo nuk na jep këtë pronë. Ki ishte absurditeti tani. Ne jemi duke luftuar për ta kthyer pronën. Ne ligjërisht kjo prona është njohur. Me këto prona sot që të drejta janë vërsulur o burë se cili të përfitoj. Vitin e kaluar është bërë një diskutim në Këshillin Bashkiak për një oligark që donte të mirte për një park voltaik në Remec. Jemi mbledhur në Këshillin Bashkiak, e kemi kundërshtuar, u anallua. Si vjet, u bërë përsëri mbledhje e Këshillit Bashkiak. Komiteti ishte afruar që të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Nuk e nga lejuar komiteti të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Bile kanë vënë dhe polici që mos të futej komiteti në Këshill Bashkiak në një kohë që merre vendimi për këtë park voltaik. Ky park voltaik, le njerë që kjo pronë është e njohur. U është njohur këtyre pronarve, nuk mund t'i jepet. Është shkelje ligjore, ka mas pezullimi nga gjykata e Sarandës. Si mund t'i jepet edhe të merret një vendim t'i jepet për park voltaik? Aq më tepër që kjo është zonë me përparësi turizmi. Unë jam kryetari i shoqatës mjedisore në Sarandë. Si mundet, ka zona plot për të krijuar parke voltaike. Po janë zonën turistike, në brigjet e detit janë të bësh një park voltaik. Bashkia e Sarandës, Këshilli Bashkiak i Sarandës e ka marrë këtë vendim, ne nuk e dim se ç'rrugë ka ndjekur, po ne do ta ndjekim dhe në fund në rrugë gjyqësore që ky vendim mos të gjisë zbatim. Para 30 vjetësh është dhe zona e Kakomes, në kundërshtim me ligjin, atje ka tokë bujqore dhe është dhënë nga aluizmi. Aluizmi nuk jep toka bujqore. Aluizmi jep kullota, tokat pafritshme, këto, jo toka bujqore. Në kundërshtim me gjitha ligjet, kur ka tokë bujqore, atje është dhënë një kompanie për zhvillimin e turizmit. Megjithse ka 30 vjet, nuk ndërtohet asnjë gjë, sepse sa herë që vinë gjë të punojnë, i gjithë komuniteti ngrihet i tërë dhe nuk e lejon. Edhe absurditeti më i madh është që kanë vënë një polici private atje, edhe fshatarët nuk shkojnë dot në det të vendelahen. Kanë vënë një polici private që nuk i lejon. Si mundet të ndalosh një pjesëtar të fshatit në Vicës të mos vej të bëj të lahet në det Kakome, në një kohë që edhe në pushtetin osmane, në gjitha gjëra ajo ka qenë atje kullosin bagtit, atje ata bënin bagti. Sot në një shtet demokratik, në një shtet që themi me standarde, ti vë një polici private atje dhe ajo nuk të lë, na vinë fëmijët një emigracioni dhe nuk duan 15.000 lekë të futen të vend të lahen në Kakome. Po se kuptoj, kishte një absurditet shumë i madh. Të situatë çdo gjë si janë sulur këta në mënyrë të paskrupullt për grabitjen e këtyre, çdo gjë mund të bëj vaki. Po unë deklaroj para jush këtu me përgjegjësi të plotë, sepse unë kam qenë deputet i Parlamentit Shqiptar, kam qenë drejtor i një firme të madhe. Jam përgjegjës i shoqatë mjedisore. Për pronën tonë, po e them publikisht, edhe marr përgjegjësi ligjore për këtë punë. Ka dokumenta që kjo pronë është pronë e komitetit individual. Edhe në mënyrë të qëllimshme për ta vjedhur, për ta abuzuar, nuk na i kthejnë. Unë kam një thirrje për qeverinë shqiptare. Duhet të mendohet seriozisht me ne pronarët. Nuk mund të futemi në Bashkimin Evropian. Nuk mund të ndërtojmë një shtet me standarde demokratike, pa vlerësuar pronën. Prona është një nga lirit thelbësore, e cila është përcaktuar dhe në kushtetut. Këta nuk e kanë rregull të punë. Këta duhet ta shohin seriozisht. Duhet të përcaktojnë edhe të njohin ato kërkesat e pronarëve.
Edhe të fundit që kam, duke qenë dhe i përfaqësues i shoqate mjedisore, duhet të them një gjë për juve, zoti Limov, jeni dritari e vetme në Sarandë, që mbani gjallë me lajme, me probleme, me problematika, evidentoni figura, si thua, pozitive që i kanë dhënë këtij komiteti gjatë historisë së tij, në arsim, në kulturë, në ekonomi, dhe unë për këtë kam një falënderim dhe respekt të veçantë për juve. Faleminderit.